proces zgjedhor të ri, qytetari tha ja Albulin Agjiu, dashme qenë kryetari i kuvendit, edhe neve na dha besim 51% me 57 deputet. Tash, kur ne kemi pas 57 deputet me mbi 51%, opozita nuk ka dhënë propozime për presidentin. Ka qenë krejt e qartë që në fund, Albin Kurti nuk është pajtu që me pas një mandat dytë për presidentin Osmani. Për që kanë proces zgjedhor dhe marrëveshjen që ne kemi pas, nuk ka qenë pikë marrëveshjes. Unë menoj që prap qytetari ka me vazhdu me trendin e përkrahjes pozitive. Nuk e di sa kemi me arrit, po jam i bindur që prap kemi me pas mbi 57 deputet. Se mi pas me zgjedh presidentin duhet 80, po në një situatë të tillë, unë menoj që ka me qenë një moment i reflektimit tek disa parti, po ndoshta edhe tek disa individ deputet individualisht që kanë me thonë jo ka dalë. Boll është boll, mjaft është mjaft, të zgjedhëm një president. Kështu që unë menoj që kemi fillu mbas përfundimit mandatit me 42 deputet, kemi shku në 57, prap blokada është e parësyshme, Kosova nuk ka pas nevojë me shku në zgjedhje. Ama faj, edhe unë menoj që zoti Peci kur të vje punat e blokada e dytë. Unë menoj që tash qyre, shumë shpejt vje 7 qershori edhe ne kemi me pas ndoshta prap mundësinë me bisedu edhe me debatu tek ushtrimi. Mbamni për fjalë, unë menoj që koalicioni unë, Lëvizja vetë vendose ka me pas ma shumë se 57 deputet me... Unë nuk po e përjashtoj atë mundësi që kam i pas. Ma shumë se 57 deputet. Jam tepër i bindur. Nuk po e përjashtoj. Shka nëse nuk është kështu? Nëse nuk është. Po edhe me pas... se këtu del në sipërfaqe një gjë, zoti Peci. Që ta bëjmë pak